Një rrugë e pambyllur, një çerë dhe pa ngroje, një kazan që nuk pastrohet e një leje ndërtimi që ndryshon fytyrën e lagjes nuk janë probleme të vogla. Janë prove drejt për drejt e mënyrës si funksionon pushteti pranë qytetarit. Ky angëzues për pushtetin vendor shqiptar shpjegon se ku fillon përgjegjësia e bashkisë, çfarë duhet të kontrollojë publiku, e pse heqjen dhe keq menaxhimit kthehet gjithmonë në faturë për qytetarët. Bashkia është institucion që prek jetën e përditshme, më shpesh se çdo ministri. Megjithatë, pikërisht aty ku qytetari duhet të ketë më shumë kontroll, transparenca shpesh humbet me zgjuhës burokratike, mbledhjeve formale e premtive elektorale që nuk shoqërohen me shifra. Çfarë kontrollon realisht pushteti vendor? Pushteti vendor nuk është vetëm zyra e kryetarit të bashkisë, e aktivitetet ceremoniale. Ai përfshin administratën e territorit, shërbimet publike lokale, pastrimin, ndriçimin, rrugët vendore, ujin në rastet kur shërbimi është në varësi vendore, hapësirat publike, tregjet, transportin lokal, mbrojtjen sociale, e një pjesë e rëndësishme të infrastrukturës arsimore e kulturore. Në letër, këto kompetenca duken të qarta. Në terren, përgjegjësia shpesh përndahet. Sa shfaqet një problem, bashkia e kalon fajin ndërmarrjes së varësisë, ndërmarrja e kontraktori mungesës së fondeve, ndërsa qytetari mbetet me baltën para derës. Kjo është arsyeja pse pyetja e parë nuk duhet të jetë kush premtoi, por kush ka kompetencë, buxhet e firmë mbi këtë shërbim. Kryetari i bashkisë drejton administratën, e zbaton vendimet, këshilli bashkiak miraton buxhetin, taksat e tarifat vendore, vendimet për pronat dhe politikat kryesore lokale. Këto dy hallka nuk duhen trajtuar si një trup i vetëm. Kur një projekt dështon, përgjegjësia mund të jetë mënyra si është zbatuar nga administrata, te vendimi miratuar nga këshilli, ose të dyja. Po parat, buxheti i bashkisë është dokumenti më i dobishëm për të ndarë propagandën nga puna. Ai tregon se para planifikohen për rrugë, pastrim, gjelbërim, shkolla, ndihmë sociale, kulturë, sport e administrat. Nuk mjafton të dëgjohet se janë investuar miliona, duhet parë ku janë planifikuar, ku janë shpenzuar e çfarë rezultati prodhuan. Një rrugë e asfaltuar për herë të tretë brenda pak vitesh nuk është domosdoshmërisht investim, mund të jetë që një projektimi të dobët, kontrolli të munguar në punime ose një cikël tenderash që plagën më shumë faturë se sa zgjendje. Po kështu, një park inauguruar me ceremoninë nuk thotë asgjë për mirëmbajtjen e tij. Pas 6 muajsh, kur lexoni një buxhet ose raport zbatimi, mbani vëmendje te 4 pyetje konkrete. Buxheti nuk është tekst për specialistët, është kontrata financiare mes bashkisë së qytetarëve. Nëse dokumenti publikohet vonë, është i paqartë ose nuk shpjegohet në gjuhë të kuptueshme. Problemi nuk është vetëm teknika, është politik, sepse kufizon kontrollin publik, tenderi nuk mbaron kur shpallet fituesi. Për shumë qytetarë, prokurimi publik bëhet lajm vetëm kur ka dyshime, për favorizim ose kur punimet dështojnë. Për kontrolle duhet të nisë më herët. Duhet parë objekti i kontratës, fondi limitit, afatet, kriteret, kompania fiduese, e ndryshimet e mundshme gjatë zbatimit. Çmimi më i ulët nuk garanton punë të mirë. Nga ana tjetër, një çmim i lartë nuk është automatikisht abuzim. Vlerësimi kërkon kontekst, natyrën e punës, cilësinë e materialeve, sipërfaqen, afatin e nevojën reale të komunitetit. Pikërisht këtu mungon shpesh debati serioz. Shifrat përdoren si armë politike, ndërsa qytetari nuk merr përgjigje për pyetjen bez, a u bë puna sipas kontratës? Kontrollori në terren ka pa aq vlerë sa dokumenti. Nëse projekti parashikon kanalizime, trotuar, ndriçim e sinjalistik, ato duhet të jenë të dukshme. Nëse objekti dorëzohet me defekte, fotografia, data, vendogja e dokumentimi i ankesës krijon një zhurmë që nuk i ngjet poshtë me një deklaratë të përgjithshme. Këshilltarët vendor janë zgjedhur për të përfaqësuar komunitetin, jo për të miratuar mekanikisht çdo propozim të administratës. Mbledhjet e këshillit janë vendi ku duhet të debatohen tarifat, pronat publike, projektet e MGA, ndihma sociale e prioritetet e buxhetit. Në praktik, qytetarët ranga ndjek këtë proces. Kjo jep shumicës politike terren të lirë, ndërsa opozita lokale shpesh mjaftohet me deklarata të paçuar kontrollin deri te dokumenti. Vota e pasoja. Një këshilltar serioz duhet të shpjegojë si votoi, pse votoi e çfarë ndryshoi për zonën që përfaqëson. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë rendin e ditës, proces verbalet, vendimet e argumente financiare që i shoqërojnë, ku një vendim prek hapësirën publike, pronën e komunitetit apo një tarifë që paguhet nga familjet. Konsultimi nuk mund të reduktohet në një njoftim të fshehur ose në një mbledhje pa pjesëmarrje reale. Urbanistika është pika ku interesat përplasen në fort. Planet lokale, lejet e ndërtimit, e ndryshimet e distancionit të tokës, prekin vlerën e pronës, cilësinë e jetës
vendosjes entitetin e një zone. Për këtë arsye, ato nuk duhet të kalojë si procedura të ftohta administrative. Një pallat i ri mund të sjellë zhvillim ekonomik, strehim infrastrukturë të re, por mund të sjellë edhe bllokim të drejtës, ngarkesë në rrjetin rrugor, mungesë parkimi e zhdukje të hapësirave të përbashkëta. Nuk ka përgjigje automatike për çdo projekt, ka një standard që duhet kërkuar, transparencë mbi planin, ndikimin, lejet e detyrimet e zhvilluesit ndaj zonës. Kur banorët informohen pasi makineritë kanë hyrë në kantier, konsultimi ka dështuar e kur administrata fshihet 5 formulës, çdo gjë është në përputhje me ligjin, qytetari duhet të kërkojë dokumentin, jo të kënaqet me formulimin. Një ankesë humbet në sirtar, ankesa emocionale është e kuptueshme, por për një rezultat, një kërkesë e qartë ka më shumë peshë. Kur përmban problemin, vendogjen e saktë, datën, tesojet për banorët e kërkesën konkrete për ndërhyrje, fotot ose videot ndihmojnë, por duhet shoqëruar me shpjegim, jo me akuza të pambështetura. Kërkesa për informacion është mjet tjetër i fuqishëm. Qytetari mund të kërkojë vendime, kontrata, raporte, leje të gëna mbi shpenzimet publike. Nuk është e nevojshme të jesh jurist për të pyetur sa kushtoi një punë, kush e kreu, kur duhet të përfundonte e kush e mbikëqyri. Nëse përgjigjja mungon ose është evazive, problemi duhet bërë publik me fakte, presioni qytetar, grupet e banorëve, raportimi mediatik e kërkesa për sëritur shpesh funksionojnë më mirë si një postim i vetëm në rrjetet sociale. SNA ka raportuar vazhdimisht se pushteti reagon më shpejt kur përballet me dokumente, pamje e pyetje që nuk i shmangin dot. Llogarigënia nuk mbaron me votën. Zgjedhjet vendore janë moment i rëndësishëm, por nuk janë leje 4 vjeçare për mungesë transparence. Kryebashkiaku, Këshilli i Administrata duhet të gjykohen gjatë mandatit, sipas shërbimit, parave të shpenzuara, reagimin ndaj emergjencave e mënyrës si trajtojnë qytetarin që kërkon shpjegim. Pushteti vendor bëhet i fortë kur qytetari është i dobët, i lëngur ose i bindur se asgjë nuk ndryshon, por një kërkesë e dokumentuar, një mbledhje e ndjekur, një kontratë e lexuar e një problem i denoncuar me prova mund të prishë rehatin e një administrate që llogarit e rresa. Bashkia nuk është pronë e zyrtarëve, është institucion që qytetari i financon e duhet ta mbajë në vëzhgim. Çdo ditë, një reformë territoriale e mirë për qytetarët duhet të ruajë parimin e shërbimeve të transparencës. Në rast se këto pika nuk janë parime bazë, atëherë do të ribëhet një reformë e gabuar, një vrim në ujë që për momentin mund të duket pa pasoja, por mund të sjellë koste ekonomike e sociale të parikuperueshme.